erdha unë qëtu, ata u qunë dhe erdhën deri këtu në qatë pjesën qëtu dhe mas një mjeta qëtu. Mes lotësh rrëfen ngjarjen e rëndë që i ka ndodhur në mëngjesin e së hënës. Lumturie Gjoshi ishte nisur për punë, por tek dera e shtëpisë po e prisnin mysafir të paftuar. Ajo sulmua nga një grup i qenve endacak, e për shkak se u rrëzua, pësoi lëndime në këmbë e duar. Përveç kësaj, Gjoshi thot që sulmi i qenve ka shkaktuar edhe trauma psiqike tek ajo. Por problemi qëndron diku tjetër sipas saj. Me fillimin e punimeve në rrugën A, komuna nuk ishte përkujdesur që kolektorin i cili kalon shumë afër shtëpisë së saj ta rregulloj me kohë. Kusisoj familja nuk mund të vendos rrethoja në oborr. Fillem u qova në mëngjes për me shku në punë, sa mora me dal jashtë, do më thonë gjithmonë me frikën që qetë janë prezent këtu, në mesin tonë, si zakonisht, edhe kur dalë deri këtu qetë vishëshin konë në këtë pjesën të flejt aty. Sa kom që i të hapin, ata janë konë prezent aty, edhe si më kam po mu, ata kam po me vrap më sulmu ashtu dhe mos deri që aty mriva me një pjesë me ikë, po me një pjesë nuk mriva ma dhe meta për tokë. Ata më vazhdimësishin të më po sulm, do më thonë edhe me një moment mos disha që ka ndodhe ashtu vëq mas një kohë pash që isha bo e përgjakt ashtu nisë në barë të njëri aska se ti e pësa një traum. Do më thonë që në luft se kom përjetu qatë gjallë, që ta shpe përjetan njëri në liri, do më thonë se krejt këto drejta duhet mi pas ma shumë një qenë se sa një njëri. Se kafsh nuk zgjedhin, do më thonë, njëri cilin e sulman. A fmina asi, do më thonë, edhe me nëzi mri mu vedisu kështu që po ndodhë diçka në bërtemin edhe zdi e kapi kjerën shkaj qashtu zdi ko mujt me my dika në rrugës të shku se hupa mo edhe shkaj e marrë një trajtim mjekësor mas nejnë për emergjenca. Tutja jo thot se komunikimi me komunën nuk është dobi prurës. Sigurisht që është problemi me komunën se unë me njerës tjerë nuk kam problem. Do më thonë, unë jam parapagusja e gjitha gjanav që më ta kam për mbeturinat nuk vjen me mi marë, kanë 3-4 muj. E pagun tatimin e shpis, pagun për makinën që duhet mi pagu ato gjitha gjanat që më takojnë për një vet i pagujmë. As një sen unë nuk e trajtaj që duhet me jetu. Nuk e mri me shvedzu që e shvedza një qytetar tjetër, për shambull. E shvedza një vikend, unë s'moj me shvedzu vikendin. Se bjanë shi, unë e duhet me najtë qëtë. E kena mendu që kjo është veç me ditën e djeshme, është veç kulmi i kësajna. Për deri sa na kemi bo thirrje, se i kem krejt në për telefona, në për kërkesa, në për ankesa, tu e lutë, do me thonë, mos me ardhë deri të që kjo, që tashma është veç kulmi i krejt gjana, do me thonë kjo është veç që duhet me bo padine, ndaj komunës edhe kjo është ma. Letë mirën ata ma, na nuk kena ma zgjidhje tjetër. Gjitha rrugët e moqme i kena shvedzu, për me të mirë, me një kërkes, me një diçka, ata nuk kanë hesht në vesh, short se kanë probleme tjera, unë pepsoj. Do me thonë, s'na kam pe tjetër, unë nuk kam komelon pasoninë dhe shpinë me dalë dikun tjetër, përveç pa disë në komunë kur gjë tjetër. Familja Gjoshi nuk mund të jetojë qetë. Lumturia thot që edhe gjatë kohës kur është në punë, shqetësohet për shtëpinë, pasi mund të ketë vërshime si pasojë e kolektorit të hapur me ujrat e zeza. Nuk kemi rrethoja, do me thonë se këto punimet veç kanë fillu maqe prej korikut vitit kalum, edhe na kemi mbet në mshirën e komunës në stop të botë që e lajmëra në rastin. Ata thojnë kena me lajmëru rastin, në fakt kur gjo nuk peshoni që po ndërmarët qëto. Do me thonë, unë s'po gudzoj mas pari prej derës shpis, me dalë prej qenve. Në derë shpis po më flejnë qenë. E ku me dalë në barë mas nej? është një çështje tjetër. Lind pyetja, a thu po tesh një fëmijë tyne çush kish me reagu?
Unë jam një qytetari që i plotësoj kushtet si kur krejt njerëz tjerë me jetu, si kur një njeri, normal, jo me krejt traumat kështu. Duna mja duru bër mbeturinat e gjithë gjysës Prishtinës, me flejt gjithmonë me strecin e shiut sa orë vjen, do më thonë, me gjithë këto e shellë vetë çfarë gjendje e kanë lënë që s'po moj me kuptu 26 vjetë mas luftës, na me jetu që si gjana. Unë nuk jam e përqëndru me asë në punë, se ton kohën duna me këqyrë që ka pëndodhë në shpetem. Asë nuk guxojna me dalë për shtëpisë kur ka vërshime. Nuk guxojna se të merujit hen, ta qanë krejt pasoni, pa është qush për na qanë që sa vjetë. Do më thonë, që ta shbenze u bo për me ndreqa dhe kjo metë. Nuk është nëj farë hapsine madhe që mos më mujtë me trajtu këtë punë, edhe na me jetu si kur njerëz. Kështu as kofsha nuk jeton. Me plot kuptimin e fjalës, veç as kafsha nuk jeton çfarë kushte jena tu jetuna. Nuk mujna me gëzu njerëzit pasunin që e kemë. Ka pasur raste kur për shkak të pamundësisë së qasjes, familjarët nuk kanë pasur mundësi të marrin trajtimin e duhur mjekësor. Kur e kom pas në anën smut, do më thonë, nuk kom pas mundësi që çfarë rrugë duhet me çu në anën të mjeku, në vazhdimësi të kërku që nuk kalohet në për këtë farë staze kështu që e kanë vendosë përkohësisht. Në vazhdimësi, do më thonë, as kena mujtë me dhonë trajtim si njeri për me shfrytzu ndihmën e shpejt ose shërbimin shtëpijak, e kena pas shumë të pamundshme. Me kap në anën me qute mjeku, e kena pas të pamundshme, do më thonë. Me nëzi për rastin e vdekjes e shtrun që aty një pjesë edhe që ka shke, do më thonë edhe na lanë mjerim. Kanalet me ujëra të zeza po shkaktojnë edhe probleme të tjera. Banorët të tjerë të kësaj zone thonë se brejtësit po kafshojnë edhe instalimet e veturave. Kryetari Përperim Rama në fillim të muajit maj ishte pikërisht në oborrin e shtëpisë së familjes Gjoshi, duke shkruar në Facebook që ujërat e zeza po largohen dhe se kolektori po përfundon. Afati për përfundimin e kësaj pjesë të rrugës A ka qenë 210 ditë pune, mirë po ka 2 vjet që rruga ka mbetur në gjysëm. Koha ka tentuar që për këtë çështje të marrë përgjigje edhe nga komuna, mirë po drejtori i investimeve kapitale, Sokol Havolli me arrogancë ka deklaruar që nuk prononcohet.